Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në një konferencë për mediat se rinumërimi I votave pas zgjedhjeve të 11 majit nuk është kërkesë e partisë, por e kandidatëve të saj, të cilëve nuk u mohohet e drejta për këtë. Ai theksoi se betejë për rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve do të vazhdojë pa pushim, ndërsa theksoi se po dalin në dritë të vërtetat mbi farsën elektorale të zhvilluar më 11 maj. Dhe njerë, kam theksuar këtu para jush dhe theksoj. Rinumërimi I votave nuk është një kërkesë e Partisë Demokratike. Rinumërimi I votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kur, në asnjë rrethan, në asnjë rast, nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Nuk I bëjmë ne si Edi Rama. Ndaj dhe të nderuar zotëri, që flisni për numërimin, përpiquni t'jeni të saktë në atë që thoni. Teza e Partisë Demokratike është vota vdiq pa hyrë në kuti. Rinumërimi ka të bëjë me përshtypje që kandidatët kanë se votat e njëjit kandidat mund t'jenë spostuar tek votat e një kandidati tjetër po të Partisë Demokratike. Gjë e cila kërkesë e cila nga Partia Demokratike në çdo rast ka përgëzime për shkak të transparencës. Unë e them këtu, nuk ka gjë më të drejtë se sa të kërkosh të rinumërohen votat në qoftë se ke dyshim se nuk të janë numëruar apo të janë devijuar votat. Dhe këta kanë bërë një detyrë qytetare. Berisha ka publikuar sot të tjera pamje që sipas tij dëshmojnë parregullsi serioze në procesin zgjedhor të 11 majit. Berisha akuzon komisionerët zgjedhor për manipulim dhe shkelje flagrante të procesit të votimit. Shiftet e kriminele, të vajzën kriminele elektorale, komisionere në detyrë. Shikoni çfarë bën. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Urdhë. Pra voton komisionerja kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Vazhdo, kontrollin. Voton për te. Këto ishin vetëm disa momente nga aktet kriminale të votimit me datën 11 maj, kur këto zgjedhje nuk përligjen dhe jam I bindur se shqiptarët do t'i japin Edi Ramës si armiku më I egër I lirive të tyre atë që meriton sa më shpejt. Faleminderit. Berisha ka theksuar edhe një herë vendosmërinë e opozitës për të vijuar betejën kundër asaj që e cilëson si një regjim autokratik dhe zgjedhje të manipuluara.